Një ditë një shok i tij Muadh ibn Jabeli, ka qenë shok i tij i ngushtë, e ka marrë rrugën për në udhtim. E i dërguari Allahut e ka pas zakon, ku ka marrë dikush rrugën për udhtim, e ka ndarë dhe i ka këshilluar. Sa është duke dalë nga shtëpia, njeriu kur del nga shtëpia, nga rrethi, ka shumë hapësirë me bë punë të këqija. Kur në rrethin e familjen, nuk bën punë të këqija, si vjen marrë prej daja, mos po shë duke bë haram, duke shikuar dhe një haram, a këtu është kusherini, këtu mos po shë baba, nana, axha, edhe vendi e ruan sado kudo. Mirë po kur del nga rrethi, janë mundësit për me bën njëri më shumë gjunaje dhe harame. E i dërguar Allah duke pas parasysh këtë element, edhe i ka thënë ja Muadh, ittaqillaha haythu ma kunt, ja Muadh, ke frikë Zotin kudo që të jesh. Kudo që të shkosh, shoqëroj frikën e Zotit. Zoti është edhe te familja jote, edhe te shtëpia, edhe jashtë shtëpisë në mërgat, në gyrbet, ik në qarshi, në qytet tjetër, fale namazin. Mos shiko haram, mos dëgjo haram, mos ka me kam të tua në haram, se nuk më shë askush. Edhe jo rasti që ka përmendat qëre, shoqëroj frikën e Zotit kudo që t'jesh. Jo vetëm kur jenë veti, se kjo sikur se ki njeri e një Zotin vetëm në rrethin e vetë, jashtë rrethit nuk e një. Pastaj vazhdo në hadith thot, ja Muadh, nëse ndodhe bande një gjuna dhe mëkat, min njëherë pasoje me një punë dhe sevap të mirë e cila ta fshin mëkatin. Njeriu ndodh mot me bë një gjuna dhe një mëkat, edhe kur bën momentin mëkat ka kuptuar, duhet minjen mundon me bën një punë të mirë, se mëkati dhe gjunai ka si fuqie dhe të heqje, jo gjithmonë e fton edhe gjunojnë tjetër. Nuk mjafton me kaq. Gjunoi e kërkon dhe e fton gjunojnë tjetër. E për mos me lënë, me njerë ty duhesh me bërë iniciativën për punë të mirë. Momentin që e bën gjuna, më një thuj, astaghfirullah tu bilek, astaghfirullah tu bilek, astaghfirullah tu bilek. Ose kërkoj falje dhe pendohem tek ti. Ose je sadaka, ose një e ki afër xhamin, shko merr abdes fal 2 recat. Bët diçka të mirë e cila se përdryshe nuk rrit qepe keqja dhe mëkati. Edhe pjesa e treta hadithit vazhdo thot dhe sidhu me njerëzit me moral më mirë moral. Ky hadith i ka përfshirë tëra raportet. Raportin mes njeriu dhe Zotit, ki frikë Zotin ku do të jesh, kjo është raportin që e mban shumë të gjallë dhe valide mes ty dhe Zotit. Frikën nëse shoqëron. Dyta, nëse bën një keqje, bën një punë të mirë që ta fshin keqen, kjo është me vetë me ty dhe shoqërinë dhe rrethin, sedhu me njerëzit me moral më të mirë. Njerëzit nuk mundesh mi të rreq, e as mi bë të këndshëm, dhe mi bë të lezetshëm dhe mi vetëm se me sjellje dhe moral. Mas gjë tjetër, as me pasuri, me parë nuk e blen njeriu, as me dituri, as me bukuri, ajo që i bën të këndshëm dhe jep përshtypje të mirë kur çka tregohesh i sjellshëm dhe moral. Zotën Allahu i madhruar nuk e ka lavdruar pejgamberin me asgjë tjetër, as me pasuri, as me bukuri, ka qenë i bukur, as me dituri, ka pas dituri, po Allahu e ka lavdruar pejgamberin me sjellje dhe moral të lartë. Madje ka thonë wa innaka la'ala khuluqin azim, o Muhammed ti posedon një moral të lartë. I ki mahnit të tjerë dhe i ka afruar dhe i ka përqafuar fejnë Zotit për shkak të moralit dhe sjelljes. Njerëzit do më thonë, nëse do një t'i afroni, duhet komponente rëndësishëm sjellja dhe morali. Nuk ka një këndshëm. Sjellja nuk kupton më njerë me buzëqesh. Momentin që shep i lartë du me kesh, jo i mralt, i zint, i molisur, se nuk jep shenjë mu afru, kur që e konë dukush nga lartë, se ti kështu i vrant, a i thotë sikur se me jep shenjë dhe sinjale, largoju, se ka mërzjet e mira. Momentin që buzëqesh dhe kesh, i jep shenjë atina dhe alarm, eja, afroju, se une kam disponim dhe kam hapësirë me ndejt dhe me diskutu me tyje.